Dita e parë e mësimit për gjysmëvjetorin e dytë filloi këtë hënë, por jo në të gjitha komunat. Drenasi dhe Malisheva njoftuan se mësimi do të shtyhet edhe për 2 ditë, ndërsa Fushë Kosova për 1 javë. Por shtyerja e procesit mësimor nuk u bë për shkak të dëmtimit të objekteve shkollore nga rreshjet e fundit, por për shkak të gjendjes së rrugëve dhe trotuareve. Gati në çdo fshat kemi lagje të cilat janë të vëshume, rrugët janë të pasigurta dhe kemi edhe shkolla të cilat rrezikojnë me u përfshi pe vërshimeve. Kemi vendosur që të shtyjmë procesin mësimor për 2 ditë me qëllim që ta ruajmë shëndetin e fëmijëve tonë. Madje në Malishev shtyerjen e procesit mësimor e kërkuan transportuesit. Disa fshatra ka probleme në qarkullim, disa nga transportuesit që i bartin fëmijët qoftë me kombi, qoftë me autobus, kanë kërkuar mirë kuptimin e drejtërisë arsimit për shkak se kanë hasë në telashe. Por Ministrja në detyrë arsimit Arberia Nagovci tha të hënën se në disa komuna mësimi nuk ka nisur edhe për shkak të problemeve me ngrohje, duke e quajtur këtë pa përgjegjësi nga ana e komunave. Natyrisht duhet të adresohet që problemet tilla mos ndodhen të ardhmen, sepse është absurde që të mbeten pa lënë të para ngrosen në mes të periudhës së dimrit. Por njësi i arsimit Argjend Osmani vlerëson se në këtë situatë vendimi i këtyre komunave ishte i drejtë. Në rrethonat e krijuara më me rëndësi se gjithçka tjetër është jeta dhe shëndeti e siguria e fëmijëve. Ndryshe edhe javën e kaluar Ministria e Arsimit mori vendim që procesi mësimor të shtyhet për 2 ditë për shkak të situatës së krijuar me rreshjet e shiut.